Gazetaria në Kosovë kur nuk ka qenë lehtë. Kështu shprehet Kosov Gjoci, gazetari i cili tregon se që në ditët e para në teren, raporti mes mediave dhe pushtetit disi ka qenë gjithmonë i tensionuar. Por Gjoci thot se ajo që ka përjetuar gjatë qeverisë Kurti 2 ka qenë ndryshe, më e ftoftë, më e mbyllur dhe më e vështirë se çdo herë tjetër. Mediat nuk është e kanë kalu mirë me qeverit, cilën do. Po fatkeqësisht duhet me potencu faktin që ndoshta qeveria e zotit Kurti, krahasu ndoshta me shumicën e qeverive të mahershme, ka qenë shumë e mbyllur. Domthonë e kemi pa që kryeministri Kurti shumë rrallë, e kemi pa nëpër televizionet tona sidomos. Kosova kujton se ka pasur muaj të tërë pa e parë kryeministrin përballë gazetarëve. Shumë ngjarje të rëndësishme, kriza, tensione politike, reporteri tregon se nuk kishin mundësi të merrnin përgjigje për to. Qeveria Kurti 2 ka qenë ndër qeveritë ndoshta më të mbyllura sa i përket komunikimit me media. Edhe në raste kur na kemi pritë që mbas një mbledhje qeverisë me dalë zoti Kurti, ndoshta më na jep mundësinë me pas pyetje për shumë çka, shpeshherë kanë dalë ministrat që zakonisht e kanë pas fokus në një temë caktuar që ata kanë dashur me potencu, edhe normalisht që pyetjet tona tek ata nuk e kanë njëjtën, le të themi, rëndësi sikur kur ti kishe dashur me marrë një përgjigje për zotit Kurti. Mandej edhe kur ka dalë nganjëherë, shpeshherë për shkak të kohës, nuk është se kemi pas mundësi, le të themi kështu me i shtërru gjanat. Përveç mos transparencës, Gjoci tregon një përvojë personale me mbrojtjen e afërt të Kurtit. Unë personalisht e kam pas një farë incidentit vogël me truprojat e zotit Kurti, gjatë që të paktën më herët nuk ka qenë shumë e shprehne. Domethënë në parim mbrojtja afërt e kryeministit apo edhe zyrtarëve tjerë të lartë zakonisht nuk është se kanë qenë shumë, po them, pengus. Normalisht e kanë detyrën e vet, e kanë punën e tyre, po në anën tjetër më herët nuk është se kemi pas raste, ndërkohë që me zotin Kurti dhe mbrojtjen e tij të afërt kemi pas ka pak probleme, jo vetëm unë personalisht, po edhe kolegë tjerë ku kanë ditë me pas sjellje përtej asaj çfarë ju takon. Sikurse kolegu i tij parafolës, qeveri e mbyllur, e ka quajtur qeverin Kurti edhe gazetari Burim Zariqi. Shumë zor janë të qasshëm sa i përket marrjes së informacioneve dhe shpesh gazetarët detyrohen që nga aktivitetet ditore të qeveritarëve të shfrytëzojnë rastin për të marrë informaciona, për të pyetur kryeministrin apo ministrat, dhe në 90% e rasteve, siç i kemi parë, thjesht janë injoruar pyetjet e gazetarëve apo në raste të caktuara janë cilësuar si sulme. Nga këto i bëj thirrje edhe kryeministrit në detyrë, por edhe kabinetit qeveritar, por edhe të gjithë përfaqësuesve të partive politike, se pyetjet e gazetarëve nuk janë sulme kundrejt tyre, janë kërkesë për llogaridhënie, sepse media është aty për të shpërfaqur punën apo mos punën e qeveritarëve apo subjekteve politike në interes të qytetarëve. Sipas Zariqit, edhe ato pak paraqitje para gazetarëve kanë qenë me kohë e pyetje të përzgjedhura. Zoti Kurteshi, i cili i quan gazetarët vrasës me pagesë, i quan gazetarët kriminal, e kështu me radhë, kjo e minon punën e gazetarëve, e rrezikon jetën e gazetarëve, e përfaqësuesve të mediave, dhe njëkohësisht kjo paraqet alarm si për komunitetin e gazetarëve në Kosovë, por edhe për komunitetin ndërkombëtar, sepse kem parë edhe reagime të organizatave që kanë të bëjnë me mediat ndërkombëtare, ku i bëjnë thirrje përfaqësuesve politik, sidomos atyre në pushtet, që të ndalojnë këtë gjuhë kundrejt gazetarëve, sepse kësaj i vënë në rrezik ata dhe për punën që bëjnë.